Dolce në atë natë dukej sikur kishte zbritur nga një film romantik. Grande Fratello kishte organizuar një darkë speciale dhe produksioni ja kishte lënë gjithë skenën asaj, me një fustan të kuq të ndezur që i binte lehtë mbi trup dhe i jepte një shkëlqim si ylli i vërtet. Flokët i kishte lëshuara, lëviznin butë sa herë kthente kokën, ndërsa buzëqeshja e saj i jepte gjithë dhomës atmosferën e ëmbël që vetëm Dolce dinte ta krijonte. Në mes të dhomës ishte shtruar tavolina e vogël, e rumbullakët, e rrethuar nga qirinj të vegjël që lëshonin një dritë të butë portokalli. Aroma e ushqimit të ngrohtë, një pjatë e përgatitur posaçërisht për ta, peshk i pjekur me garniturë të freskët dhe salcë delikate limoni, mbushte ambientin me shije e elegancë. Në anë të pjatës qëndronin gotat e verës së kuqe që shkëlqenin në dritën e qirinjve sikur po shkruanin histori të reja. Dolce kishte ftuar 2 djem banor të Grande Fratellos, të cilët sa hyn mbetën pa fjalë. Ajo dukej e qetë, e sigurt, shumë femërore. Ata u ulën përballë saj, duke u përpjekur të mos e tregonin sa shumë e kishin humbur mendjen nga prezenca e saj. Biseda nisi lehtë, me të qeshura të buta, pastaj vazhdoi plot sharm. Dolce i pyeste me interes, u tregonte histori, herë luante pak me gotën e verës, duke krijuar një atmosferë aq intime sa dukej sikur jashtë asaj tavoline nuk ekzistonte askush tjetër. Djemtë e ndiqnin çdo fjalë të saj, sikur mezi prisnin të kapnin ndonjë detaj të vogël që t'i afronte më shumë me të, në shkëlqimin e qirinjve, me verën që lëvizte butë në gota dhe me muzikën e lehtë që dëgjohej nga larg, darka u kthye në një moment të paharrueshëm. Dolce shkëlqente, jo vetëm nga fustani i kuq, por nga mënyra si sillte harmoni, humor dhe një magji që vetëm ajo dinte t'ua jepte atyre 2 djemve. Kur darka mbaroi, ata ishin të tre ende të zhytur në bisedë, duke qeshur, duke ndarë mendime dhe duke e shijuar praninë e njëri tjetrit. Ishte një natë që në shtëpinë e Grande Fratellos do të mbahej me titull, Klodi i tërbohet Benitës, mos luaj me ndjenjat e të tjerëve. Shtëpia e Big Brotherit ishte e mbushur me zhurmë, por për Klodin çdo gjë rrotullohej rreth Benitës. Ai e pa atë të qeshte me banorët e tjerë dhe një ndjesi e çuditshme, mes irritimit dhe tërheqjes, i mbushi gjoksin. Zemra i rrite fort, mendja i shpërndante mes 2 emocioneve kontradiktore, dëshirës për ta paralizuar dhe ndjenjës së frikës që po humbiste kontrollin. Benita, mos luaj me ndjenjat e tjerëve. Se e mbush shejtani pastaj, tha ai me një zë të dridhur, por i vendosur, ai nuk mund të fshihej më. Çdo fjalë ishte një shpërthim i brendshëm i ndjenjave që kishte mbajtur gjatë gjithë kohës. E dija që ajo kishte aftësinë të provokonte çdo njeri që i afrohej, dhe kjo nuk ishte ndryshe as me të. Benita, me atë buzëqeshjen e saj sfiduese, e dinte fuqinë që kishte. Bluza e saj e hapur zbuloi gjoksin dhe ajo mori një pellush të madh, e hodhi mbi gjoks si për të treguar se kontrollonte situatën. Një lëvizje e thjeshtë, por kaq shumë kuptimshme. E shikon sa e lehtë është për mua të luaj me emocionet e tua, por ajo nuk ishte vetëm lojë fizike. Në sytë e saj kishte një shkëndijë inteligjence dhe vetdijeje. Ajo e dinte që çdo reagim i Klodit ishte një provë për të. Ajo e pa kur Klodi i shikonte sytë, të mbushur me një ndjenjë të papërshkrueshme. Një përzierje të tërheqjes dhe frustrimit. Klodi vetë nuk mund të kuptonte pse ndihej kaq i trazuar. Pse më prek kaq shumë? Nuk duhet të ndiej këtë. Nuk duhet të lejoj veten, mendoi ai, ndërsa një val pasion ndjesish e përplaste nga brenda. Ai përpiqej të qëndronte i qetë, por çdo lëvizje e saj, çdo buzëqeshje, çdo gjest i vogël, e kthente tërë mendjen dhe zemrën e tij në një rrëmujë emocionale. Banorët e tjerë qeshnin dhe komentonin, por Klodi dhe Benita ishin në një univers tjetër. Në atë moment, gjithçka ishte vetëm tensioni i padukshëm mes tyre, një lojë e brendshme që askush tjetër nuk mund ta kuptonte plotësisht. Klodi e kuptoi që Beni. Nata në Big Brother Kosova nisi e qetë, por u kthye në një stujë emocionale sapo u përhap lajmi se Dolce ishte futur në Grande Fratello Itali. Në fillim, askush nuk guxonte t'i thoshte Edit. Ai ishte ulur në divan, duke pirë kafen e natës dhe duke qeshur me një batutë të banorëve. Por sapo produksioni thirri emrin e tij, Edi, afrohu te ekrani. Ke një njoftim. Të gjithë e ndjen menjëherë që diçka serioze po vinte. Moment i parë, goditja e lajmit, në ekran u shfaq logoja e Grande Fratellos dhe fytyra e Dolces duke hyrë në shtëpinë italiane, e buzëqeshur, e rrethuar nga banor të rinj. Edi ngrin. Ngrin krejtësisht, nga sytë i zhduket drita e zakonshme dhe zëvendësohet nga një lloj hutimi i thellë. Sikur dikush i kishte shkputur tokën nga këmbët. Dolce. Atje? Në Itali?
Në Grande Fratello? Po që bën ajo atje? Përshpëriti, por askush nuk i përgjigjet, Labi tentoi të fliste, por u ndal. Edin nuk e prisje kur kaq të prekur, në sytë e tij dukej shumë qartë, ai ishte tmerrësisht i friksuar. Moment i dytë, xhelozia që shpërthen, edhe pse u përpoq të buzëqeshte, Edi nuk e mbajti dot veten, ai u ngrit. Filloi të ecë rreth tavolinës, të fërkoi duart e të shikoi poshtë sikur kërkonte fjalët, po pse shkoi ajo? A e dinte se unë jam këtu? A e dinte se çfarë ndjej? Pastaj shtoi me një ton që i dridhej, inshallah. Inshallah nuk lidhet me naj banor atje. O Zot, s'po e përballoj dot idenë ta shoh me dikë tjetër. Banorët e tjerë mbetën të heshtur, nuk ishte më një reagim loje. Nuk ishte skem për kamerat, ishte dhimbja e një njeriu që sapo humbi kontrollin e botës së tij. Moment i tretë, mbyllja në vetvete, Edi doli në obor, pa thënë asnjë fjalë. Dera u mbyll pas tij dhe u dëgjua vetëm shurma e butë dhe këpucëve të tij mbi tokën e ftohtë. Ai ul në stol, mbështeti bëryllat të gjunjët dhe fshiu syt me dorën e majtë. Kamerat afruan qet, ai murmuriste, unë nuk e urrej. Absolutisht jo. Unë vetëm kam frikë. Se mos më haron. Se mos dikush tjetër e bën. Pas përfundimit të Big Brotherit, Tony dhe Benita përjetojnë ditët e para jashtë shtëpisë me të njëjtin humor, energji dhe afërsi që i karakterizonte brenda lojës. Në një mëngjes të qetë, të dy janë shtrirë në një shtrat të madh, të mbuluar me një jorgan të butë. Tony, si gjithmonë shakaxhi dhe provokues, zgjat duart në një jorgan me synim ta trem Benitën thjesht për lojë. Benita reagoi menjëherë, filleton të bërtas nga surpriza, por qesh me zë të lartë, duke u rrotulluar majtas djathtas dhe duke e shtyr Tonin si për t'i thënë, o budalla, mos më trem kështu. Tony shpërthen në të qeshura, i lumtur që ja doli ta çonte në humor. Jorgani tundet nga lëvizjet e tyre, ndërsa Benita vazhdon të qeshë skuqet, po pse bërtet kështu? E di që thjesht të bezdis për qejf. I thot Tony, ende i shtrirë pranë saj. Benita i hidhet faqes dhe i jep një shpull të lehtë lozonjare, ti s'ndreqesh kurrë. Gjithmonë ke qejf të më ngacmosh. Ai i afrohet më shumë, e mbështjell me krah dhe i flet ngadalë, edhe kur bërtet je e bukur. Ajo ul kokën, e kap gjumin ngadalë, ndërsa Tony vazhdon ta shikoj me një buzëqeshje të qetë. Pas gjithë kaosit të Big Brotherit, ky moment i thjesht, plot të qeshura dhe afërsi, është pikërisht ajo që të dy i kishte munguar. Benita, dushi i mëngjesit dëhre drama e shtëpisë, Benita ishte nga të parat që u zgjua atë mëngjes. Syt i kishte ende gjysmë të mbyllur, por energjia e saj e brendshme, ajo që e bën të dallohet në shtëpi, dukej se kishte shpërthyer që në orët e para. Pa thënë asnjë fjalë, ajo mori peshqirin, vuri kufjet në vesh dhe u drejtua qetësisht drejt dushit. Në momentin që u fut brenda, uji i ngrohtë filloi të bjerë mbi të si një perde qetësie, duke shkëlqyer në lëkurën e saj. Lëvizjet e Benitës ishin elegante, të qeta, të sigurta, një ritual i përditshëm që i jepte qetësi dhe vetbesim. Ajo dukej sikur harroi kamerat, harroi garën, harroi gjithçka për pak minuta. Nga jashtë, disa banorë u pan duke hedhur shikime drejt kabinës së dushit, sepse Benita me ritmin, prezencën dhe vetbesimin e saj e kishte kthyer mëngjesin e shtëpisë në një mini sken show. Vesa komentoi me zë të ulët, Benita ka një energji sot. Diçka po ndryshonte ajo. Ndërsa Tony, që sapo kishte përfunduar bananën e tij të famshme të mëngjesit, buzëqeshi në heshtje. Ai dukej sikur e dinte pse Benita po shkëlqente kaq shumë. Puthja e mëngjesit midis tyre kishte hapur një kapitull të ri, dhe tashmë çdo gjë që bënte Benita dukej më e fortë, më femërore, më e ndritshme. Kur ajo doli nga dushi, me peshqirin e mbështjellë dhe me flokët që lëshonin pika uji mbi supet e saj, të gjithë u kthyen ta shihnin. Benita ecte me një vetbesim të ri, një vetbesim që shtëpia nuk ja kishte parë më parë. Një ditë e re kishte nisur, dhe një Benitë e re po lindte. Ndërkohë, romanca e saj me Tonin po ndiste thashetheme dhe intrigat që sapo kishin nisur. Sonte në Big Brother Kosova pritet një nga momentet më të forta emocionale të këtij edicioni. Produksioni ka paralajmëruar se Edi do të thirret në dhomën e rrëfimit për një njoftim që pritet t'i tronditë të gjithë banorët dhe publikun. Që në orët e para të mëngjesit në shtëpi ka pasur lëvizje të çuditshme. Banorët kanë vënë re se stafi po përgatiste diçka të madhe, ndërsa kamerat e ndjekin Edin pothuajse kudo. Ai vet ka qenë më i heshtur se zakonisht, ndërsa shpesh e kapin i menduar duke parë në këndin e oborit ku shpesh rrinte me dolcen, por mbrëmja e sotme do t'i ndryshojë gjithçka. Edi, të lutem ulu. Kemi një informacion për ty.
Dera e dhomës së rrëfimit mbyllet pas tij. Muzika bie. Zëri i Big Brotherit bëhet serioz. Ne e di që ti ke folur shumë për Dolcen, për lidhjen tuaj jashtë, për mungesën që ndjen. Por Big Brotheri ka për detyrë të informojë për një zhvillim të rëndësishëm. Edi mbetet i ngrirë. Syt i hapen pak e duart i shtrëngohen. Dolce është futur në shtëpinë e Grande Fratellos në Itali. Dhe që në ditët e para, ajo është afruar shumë me një prej banorëve atje. Pamjet shfaqen në ekranin përballë tij, Dolce duke buzëqeshur, momente nga bisedat me banorin italian, afrimitete, çaste që flasin vetë. Edi e tërheq frymën me vështirësi. Syt i lëkunden midis krenarisë, habis dhe dhimbjes. Ajo ka thënë se po e nis një njohje të re. Se brenda shtëpisë së Grande Fratellos po gjen dikë me të cilin po krijon kimi. Një heshtje e rënë. Edi ul kokën. Buzët i dridhen, nuk ka shpërthyer. Por duket qartë që brenda tij gjithçka po shembet. Jashtë, banorët presin, në sallon nuk dëgjohet as fryma. Të gjithë presin çfarë po ndodh me Edin, sepse produksioni ka paralajmëruar se lajmi është jetik për të. Kur dera e dhomës së rrëfimit hapet, Edi del ngadalë. Syt janë skuqur, fytyra i është veshur me një qetësi të frikshme. Banorët i afrohen, por ai thot vetëm, s'jam mirë. Më duhet pak kohë. Nailiri i vendos dorën mbi shpatull. Benita.